Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në episodin e radhës në podcastin Slow Albanian. Në këtë episod do të flasim për kepin e gjelbër, i cili ka shkruar një nga historitë më të jashtëzakonshme të këtij botërori, duke u bërë shteti më i vogël që ka arritur ndonjëherë në fazën me eliminim direkt. Për ekipin që përfaqëson një arkipelag me 10 ishuj në Oqeanin Atlantik, shpërblimi është një përballje në raundin e 32 më të mirëve kundër kampionëve në fuqi, Argjentinës. Pasi siguroi një barazim pa gola kundër Arabisë Saudite në ndeshjen e fundit të grupit, lojtarët e kepit të gjelbër u mblodhen rreth një telefoni në fushë për të ndjekur minutat e fundit të fitores së Spanjës kundër Uruguayit, rezultati që konfirmoi kualifikimin e tyre si vendi i dytë në grupin H. Lot gëzimi dhe krenarie mbushën stadiumin. Lojtarët u përqafuan, tifozët festuan dhe emocionet shpërthyen sapo u dëgjua vërshëllima e fundit. Kualifikimi erdhi pas një serie paraqitjesh të shkëlqyera. Një barazim mbreslënës pa gola kundër Spanjës, ku portieri 40 vjeçar Vozinha ishte heroi i ndeshjes, dhe një barazim dramatik 2-2 kundër Uruguayit, 2 herë kampion bote. Ish lojtari i Spanjës, Juan Mata, e vlerësoi arritjen e kepit të gjelbër, duke thënë se ky sukses nuk erdhi nga një ndeshje e vetme, por nga 3 paraqitje të nivelit më të lartë kundër kundërshtarëve të klasit botëror. Por si arriti deri këtu një vend me vetëm rreth 525.000 banor? Një nga faktorët kryesor ka qenë vendimi për të ndërtuar ekipin duke përfshirë lojtar nga diaspora e vendit. Lidhjet historike me Portugalinë dhe emigracioni ndër vite kanë krijuar komunitete të mëdha me origjinë nga kepi i gjelbër jashtë vendit, veçanërisht në vende si Rotterdami. Nga 26 lojtarët e grumbulluar për turneun, 14 kanë lindur jashtë vendit, ndërsa 6 prej tyre në qytetin portual holandez. Një figurë tjetër kyçe në këtë sukses është trajneri Bubista. Ish futbollist i kombëtares, ai drejton ekipin që nga janari i vitit 2020 dhe ka ndërtuar një skuadër të disiplinuar dhe të organizuar, me mbrojtje solide, me sfushë teknike dhe sulmues të rrezikshëm. Kepi i gjelbër kishte treguar shenja progresi edhe më parë, duke arritur çerekfinalet e Kupës së Afrikës në vitin 2023, vetëm 10 vjet pas debutimit në atë turne. Disiplina mbrojtëse ka qenë një nga pikat më të forta të tyre gjatë këtij botërori. Kundër Spanjës, ata bën vetëm një faull, numri më i ulët i regjistruar ndonjëherë në një ndeshje botërori që nga viti 1966. Kundër Uruguayit, ata luajtën më sulmues, por treguan edhe karakter duke rikuperuar rezultatin dhe duke marrë një barazim. Trajneri Bubista tha: "Më e rëndësishme se rezultati është të tregojmë kush jemi si ekip, identitetin ton, forcën ton, unitetin dhe qëndrueshmërinë ton." Puna e tij u vlerësua
kur u shpall trajneri afrikan i vitit për vitin 2025. Tani, kepi i gjelbër përballet me sfidën më të madhe, Argentinën e Lionel Messit në Miami. Pas kualifikimit, i mbështjell me flamurin e vendit të tij, Bubista deklaroi: "Për ne, asgjë nuk është e pamundur. Që në fillim, një nga qëllimet tona ishte t'ja prezantonim vendin ton botës. Të luajmë kundër Argentinës dhe Messit në këtë fazë është diçka e jashtëzakonshme për vendin ton, pavarësisht rezultatit. Një vend me gjysmë milioni banor që arrin fazën me eliminim direkt. Vetëm Kupa e Botës mund të krijojë emocione të tilla." Ky ishte episodi i sotëm në podcastin Slow Albanian. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ndihmuar me shqipen tuaj. Cilin ekip mbështesni ju në botror? A është kualifikuar për në fazën tjetër? Shkruajeni në koment. Bashk do të dëgjohemi në episodin tjetër.